të cilat e kanë kthyer Mexhelisin e Shqipërisë në pazarin më të neveritshëm të gënjeshtrave me lloj-lloj bishtash. E ka thënë populli, thonë, qyshse asnjë prej nesh s'kishte lindur akoma, se kur gënjeshtra ka bërë xhiron e botës, e vërteta s'ka veshur ende pantallonat. Po aso kohë populli s'kishte parë asgjë akoma, se s'kishte ardhur flama e kanaleve dhe portaleve të ujrave të zeza mediatike, kurse tenxherja e vetme mediatike ishte tellalli i qytetit. Ndërkohë që sot tellallët e gënjeshtrave me lloj-lloj bishtash janë pas çdo butoni që shtyp për të marrë vesh ndonjë haber të ditës. Po ne s'kemi që t'i bëjmë as tellallhanes së madhe ku na e solli jeta të jetojmë, duke qenë në krye të vendit në një moment kyç të historisë së tij, as vrapit marrë të gënjeshtrave rreth botës, ndërkohë që në rrezik këtu është përqendrimi ynë në udhëheqjen e vendit. Prandaj duhet të arrisim me çdo kusht përqendrimin në punët tona të mëdha dhe të vogla, të shtojmë forcat për t'i bërë sa më mirë dhe për t'i komunikuar sa më shumë, dhe të përpiqemi me edhe më shumë këmbgulje të vetë korrigjohemi dhe të përmirësohemi. Dhe këtu bujrum jepni idetë tuaja dhe ndërkohë le të debatojmë këtu së brendshmi, hapur, pa dorashka, përse si gjërat mund dhe duhen bërë më mirë në këtë drejtim, por pasi debatojmë dhe ndajmë me njëri tjetrin opinionet, duhet përqendrohemi në një pikë, në vetëm një pikë dhe asnjë pikë tjetër. Shqipërinë, Bashkimin Evropian në vitin 2030. Kur e lexojmë historinë, ne jemi njerëz zakonshëm, ndërsa historia flet për njerëz të jashtëzakonshëm. Por edhe ata kur e kanë lexuar historinë përpara tyre kanë qenë njerëz zakonshëm. Dhe ka plot të tjerë njerëz zakonshëm që kanë pasur mundësi ta bëjnë historinë dhe nuk figurojnë në librat e historisë, sepse nuk e kanë bërë të jashtëzakonshme që duhet për të bërë histori. Sot rruga e Shqipërisë dhe yjet që janë bashkuar bashkë kanë sjellë që ne të jemi me historinë në duart tona dhe ta shkruajmë me mendjen dhe me forcën tonë. Shqipëria në Bashkimin Evropian nuk është një tjetër etapë e zhvillimit të vendit. Shqipëria në Bashkimin Evropian është histori. Dhe pa diskutim që nuk është e lehtë përqendrohesh në kushtet kur përtej zhurmës përditshme dhe përnaçshme të bombave artizanale që plasin tenxhere, ka filluar edhe një lëvizje sportive prokurorësh lart e poshtë nëpër Shqipëri, të cilët janë turur në garën për mandatin e ardhshëm dhe të afërt të Spakut, duke prerë flet arreste në tufa për çështje që në rastin më të mirë nuk janë fare çështje penale, dhe në rastin më të keq, kudo në botën që na rrethon, hetohen në gjendje të lirë. Siç ishte rasti emblematik i Durrësit, ku vetëm prokurori mbeti pa i prerë vetes fletën e arrestit, ndërkohë që në dhjetra fletë të prera nuk u kursye as deri dhe një punonjëse model e shtetit, 5 vjet në luftë me kancerin dhe me një fëmijë 2 muajsh në gjë. Apo
duke shpërndarë fletëthirrje për paraqitje në prokurori, në sasira që ngjanin biletave të teatrit, deri dhe për absurditete të skajshme, siç është një rast emblematik këtu në Tiranë, ku një ndërtues pa leje, pra që duhet të përgjigjej përpara drejtësisë, dhe cilit i është konfiskuar ndërtimi për të strehuar aty brenda një agjenci shtetërore, ka gjetur rrugën e prokurorisë për të kallëzuar shtetin. Dhe prokuroria ka hapur çështje penale për punonjësit e shtetit që bën procesin për të futur agjencinë e shtetit në godinën e ndërtuar pa leje. Tani, me siguri, do thonë që sapo kam ndërhyrë në punë të drejtësisë. Por, në asnjë mënyrë jo. Unë këtu sot do them vetëm një të 1.000 në atyre që kam në fakt për të thënë, për ndërhyrjet jo vetëm të pajustifikueshme, po dhe të panevojshme, të gjyqësorit në punët e ekzekutivit dhe të legislativit bashkë. Të pajustifikueshme sepse shteti ka 3 pushtete të pavarur nga njëri tjetri, dhe nëse njëri prej tyre hyn në punë të tjetrit, shteti nuk funksionon si duhet. Kjo vlen kur pushteti ekzekutiv ndërhyn në punë të pushtetit gjyqësor, dhe po njësoj vlen kur pushteti gjyqësor ndërhyn në punët e pushtetit ekzekutiv. Dhe do ta shpjegoj më pas çfarë kam parasysh. Por përpara do të them që pikërisht sepse ne e besojmë që kur kushtetuta demokratike e Republikës Shqipërisë dhe të gjitha kushtetutat demokratike të Europës ku duan të bëjnë pjesë thonë se ka 3 pushtete të pavarura dhe këto 3 pushtete të pavarura nuk mund të jenë në letër siç ishin deri përpara, sesa ne të bënim gjithçka kemi bërë, po duhet të jenë realitet. Kjo parti, kjo shumicë qeverisëse, i hyri detit në këmbë. Dhe pas 100 e kusur vjetësh shtet shqiptar, ne i dham pavarësinë reale pushtetit gjyqësor. Prandaj dhe unë, që e kam udhëhequr kokëforcisht partinë dhe këtë shumicë në rrugën e përpjet për pavarësimin e gjyqësorit, nuk bëhem kur pishman. Pavarësisht lloj-lloj bombash artizanale që kurdisen nga lloj-lloj prokurorësh e gjykatësish, lart e poshtë nëpër Shqipëri, të cilët shija e pavarësisë reale i deh. Mjegullon arsyen, u erson syt dhe i nis në drejtime që të cënojnë pavarësinë e pushteteve tjera. Duke i bërë minimalisht shkelës të lirive dhe drejtave të njeriut, se maksimalisht ka ende shumë më keq, po unë nuk do zgjatem këtu. Dhe prandaj dhe sot rreziku i udhkryqit të mjegullt në këtë aspekt nuk është që ekzekutivi apo legislativi të cënoj pavarësinë e gjyqësorit, po është që gjyqësori të gjymtoj jo thjesht pavarësinë e dy të tjerëve, por aftësinë e dy të tjerëve për të funksionuar. Dhe kjo ka ndodhur në vende të tjera. Nuk është diçka e panjohur në historinë e zhvillimeve të drejtësisë, por kjo nuk mund të ndodhi në këtë vend, sepse ky vend që është në ngjitje të vazhdueshme nuk e ka në asnjë mënyrë luksin të frenohet e jo më pastaj
të ribjerë aty ku ishte. Çfarë është përveç se ndërhyrje brutale në territorin e pushteteve të tjera, pezullimi i ministrit nga një prokuror dhe gjykatës me vendim të një seance paraprake pa gjyq i pa ndodhur në historinë e botës.